Tensionet me Shtetet e Bashkuara dhe Iranit mbeten të larta pavarësisht marrëveshjes së përkohshme të arritur së fundmi mes dy vendeve. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se është i gatshëm të veprojë nëse Teherani nuk zbaton detyrimet e marra në kuadër të marrëveshjes me Washingtonin. Gjatë një deklarate për mediat, Trump tha se do të bëjë atë që duhet të bëjë, në rast se Irani nuk respekton kushtet e dakorduara. Ai kujtoi gjithashtu bllokadën e përparshme ndaj Iranit, duke pretenduar se ajo kishte pasur ndikim më të madh se sa sulmet ushtarake. Sipas Trump, SBA-ja është në gjendje të rikthejë masat e ngjashme brenda një kohe shumë të shkurtër, nëse e konsideron të nevojshme. Në deklarat ishte i pranishëm edhe sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth, i cili tha se forcat amerikane janë të gatshme të veprojnë në çdo moment nëse kërkohet. Presidenti amerikan komentoi gjithashtu raportimet për lehtësimin e disa sanksioneve ndaj naftës iraniane. Ai tha se fondet e zhbllokuara duhet të përdoren për blerjen e ushqimeve dhe produkteve bujqësore, kryesisht nga Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja e përkohshme mes SBA-s dhe Iranit u nënshkrua javën e kaluar nga Trump dhe presidenti iranian Masud Pezeshkian, më shumë se 3 muaj pas përshkallëzimit të konfliktit në lindjen e mesme, ku përfshin sulme mes Iranit, Izraelit dhe objektivave amerikane në rajon. Megjithse marrëveshja ka ulur përkohësisht tensionet, deklaratat e fundit tregojnë se mosbesimi mes palëve mbetet i madh. Analistët vlerësojnë se respektimi i kushteve të marrëveshjes do të jetë vendimtar për të shmangur një krizë të re në rajon dhe për të ruajtur stabilitetin e brish të arritur javët e fundit.